Tregimi i hijretit nga Mekka në Medinë, kur përndjekja ndaj muslimanëve në Mekë u bë padurueshme. Allahu i dha leje të dërguarit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe shokëve të tij, që të migronin drejt Medines. Kjo quhet hijret dhe është një nga momentet më të rëndësishme në historinë islame. Pejgamberi Muhammed a.s. së bashku me Ebu Bekrin, u nisën shehtas nga Mekka natën. Ata u shehen për 3 ditë në shpillën Thawr, ku qëndruan me durim dhe me besim tek Allahu. Edhe pse jo besimtarët i kërkuan kudo, ata nuk munden t'i gjenin, sepse Allahu i mbrojti. Pas kësaj, pejgamberi a.s. dhe shoku i tij vazhduan udhëtimin për në Medinë, duke udhëtuar në kushte të vështira përballë nxehtësisë dhe rreziqeve. Kur arritën në Medinë, muslimanët e pritën me gëzim dhe dashuri. Ata ndërtuan xhaminë e parë të Islamit, ku faleshin së bashku. Kjo ishte fillimi i jetës së parë islame, ku muslimanët jetuan të lirë vetëm në ligjin e Allahut dhe me udhëzimin e pejgamberit Muhammed a.s. Hijreti nuk ishte një ikje nga frika, por një urdhër hyjnor për të përhapur Islamin dhe për të themeluar një shoqëri të pastër islame. Kjo pra ishte një mësim shumë i bukur se si duhet të veprosh që të çosh përpara të vërtetën. E vërteta ishte pra hijreti, pra shpërngulja nga Mekka në Medinë. Kjo shpërngulje ishte dhe një leksion i fuqishëm që besimtarët ju dhanë mosbesimtarëve politeist i dhujtar, që ata ta pranonin të vërtetën dhe të hesnin përpara drejt dritës së besimit në një Zot, dritës e cila dritë ndriçon mendjen dhe jep diturinë dhe jep zhvillimin dhe jep